një moment që i kishe rekomandu gratë, cili është ndryshimi i parë përveç asaj që i përmende në moshë, te vajzat e reja që duhet lajmërohen për një kontroll gjirit? Vajzat e reja nuk, do më thonë, vetëm nëse dikën familje kanë me anamnezë pozitive, do të fillojnë kontrollat më herët. Do më thonë, mas moshës 18 vjeçare, do të po kanë një ultrazot. Kam fjallën edhe për ndryshime. Edhe ndryshime nuk mundë me vetëm të moshat e reja vetëm se palpon në dos, palpon diçka të gjirë, se nuk mund me pas. I vetëm i sen që mundet me ndodhë, më ka ndodhë moshat të reja, është një lloj tumori tjetër që quhet Paget disease, është e lëkurës, por që shoqërohet edhe me kancer gjirit. Dhe më thonë, kur mamila për mbaja gjirit, krijon krusta shumë, dregza, që në gjuhën popullore, krusta shumë edhe nuk shërohen. Edhe është, dhe më thonë, në këto raste, para se vitet i zhvillim, nëse s'kemi me ultraza kur gjo, do të bëhet një biopsi nga ana dermatologut e lëkurës së majës së gjirit. Edhe nëse diagnostikohet si Paget, mase duhet të trajtohet nga ana onkolog, nga mjekëve tjerë, për arsye se në Paget disease të maja e gjirit gjithmonë shoqërohet me kancer gjiri. Kështu që duhet kënë kujdes të ndryshim. Nëse është se kemi ka njerë sekretet e gjirit, gjithmonë duhet me pas parasysh se ngjyra bardhë, ngjyra qumshtit nuk paraqet kurfar risko. Nëse rrjedhin të dy, duhet kemi parasysh që duhet bëhet prolaktina, se kur rrjedhin të dy gjithë mund të pas shregullime hormonale, nga një hormon në cili është i vendosur në hipofizë që është mesin në kokë. Hipofiza është qendra e komplet kontrollit gjitha hormoneve trupore, edhe e menaxhon dhe kontrollon gjitha llojet të hormonit, njëjtë edhe prolaktinën që quhet. Kur rrjedhin të dy gjithë, ngjyra është e qeltë, është gjithmonë duhet të bëhet hormoni i prolaktinës, nëse kemi rritje të prolaktinës edhe ajo provokon sekretin nga gjiri. Se prolaktina rritet edhe femrat që lindin, edhe stimulon prodhimin e qumshtit. Ndërsa nëse kemi rrjedhje me ngjyrë të kaftë, atër duhet të bëhen kontrollat, bëhet një strishë citologjike, të vlerësohet se natyra e atij sekreti, edhe njëkohësisht varësisht për moshës bëhet ultrazani ose mamografia, me ditë se ku kemi problemit, si ka problemi. Është sekrecioni me ngjyrë të gjelbërt, që mundet me ndodhë është e infeksionet e gjirit.